Këta persona të moshave dhe profesioneve të ndryshme i bën bashku ushtrimi i sporteve të tilla si hiking dhe maratonat. Sot kanë planifikuar të ecin nëpërmjet kodrave të Selitës së Vjetër, me destinacion final liçenin e Sharrës. Nisja e këtij turi një ditor hikingu do të bëhet nga liçeni artificial i Tiranës. Atëherë dhe një mirëmëngjesi, sot data 28, ditë e diel, si gjithmonë Maraton Albania zhvillon aktivitetet e saj në hiking në pjesët më të bukura të Tiranës. Sot radhën e ka liçeni Sharrës, do ta fillojmë nga liçeni artificial dhe do shkojmë drejt kodrave të Selitës së Vjetër, do kalojmë në përshtigje fantastike. Aktiviteti i fundit meriton për këtë vit meriton energji pozitive, buzëqeshje pafund, histori, kujtime të bukura nga 2025 dhe 2026 na gjej më të fortë, më të lumtur, më të shëndetshëm për të bërë gjëra dhe më të bukura se këto që kemi bërë në këtë vit që po lëm pas. Shok, nisemi? Bashkojmë mirë duart gjithu në mes. Edhe kuçët. Pastaj kur hypim në rrugë të drejtë në dishes, mund ta veshësh që mos stofesh, po tashin malore hiqe. Më mirë, se ke malore do ngjit më mirë, më shumë to. Do të shkelim. Nuk është për shembull se e kam bërë familje dhe i thau sa po të dalë. Si jo. Vetëm i libër ka. Vjen me herë. Vetëm i libër ka. Destinacioni ishte liçeni i Sharrës, kemi kaluar nëpërmjet kodrave të Selitës së Vjetër dhe kemi përfunduar në një nga vendet më të bukura, më atraktive të Tiranës me një pamje mbreslënse, pikërisht këtu në liçenin e Sharrës. Po, Leonard, na shpjegoni pak krahas hiking, që do të shpjegoni më mirë më pas. Ju gjatë vitit 2025 keni zhvilluar dhe një seri aktivitetesh të maratonave. Patjetër, për hir të vërtetës 2025 ka qenë një vit shumë i ngarkuar, shumë intensiv për sa i përket shoqatës Maraton Albania në organizimin dhe zhvillimin nga ultramaratonat deri në gjysmëmaratonat dhe mini maratonat, dhe të gjitha këto janë të certifikuara në kalendarin botëror të garave, ku gjithë secila nga këto gara ka ditën e vet që do të zhvillohet dhe njoftimi shkon nëpërmjet website-it dhe rrjeteve sociale në mbar botën. Ndërto ne mund të krenohemi dhe mund të përmendim Vjosën e Egër me 5 disiplina që fillon nga Çarshova, zbret në Përmet, nga Përmeti në Kërcyr, nga Kërcyra në Tepelen dhe nga Tepelena në Memaliaj. Përpos kësaj, për herë të parë kemi zhvilluar dhe në fushë Sharrës Migrant Trail dhe kjo me 4 disiplina. 60 km, 44, 21 dhe 10 km. Të gjitha të karakterit maraton. Ultramaraton. Duke kaluar në maratonat e certifikuara që janë Enkelana dhe rikthimi përsëri në maraton Skampa për 2026. Po, krahas aktivitetet të maratonave që zhvilloni ju Leonard si shoqat, ju bëni një seri aktivitetesh me hiking nëpër malet, fushat e Tiranës, por jo vetëm. Për hir të vërtetës, për te organizimit të garave, çdo ditë të diel, kur ne nuk kemi aktivitete vrapimi, zhvillojmë hiking me gjithë pjesëtarët e shoqatës. Dhe cilat kanë qenë këto male, kodra dhe fusha të Tiranës që ju keni përshkruar duke ecur pra me hiking? Duke filluar nga Mali i Dajtit, nga Shëngjergji që ka disa destinacione, liçenin, Shpellën e Valit, Malin e Fagut, Ujvarën, në Baldushk që është ujvara tjetër në Baldushk, duke dalë në Krap që është shpella e mbytjes,
është dhe syri ciklopit, në çdo vend të Tiranës. Para 2 javësh unë asistova me ju, ishit në Petrel dhe në Përshqop. Në Petrel, duke parë kalan e Petreles, duke vizituar varrin e Përshqopit dhe muret i lire. Ju bëni dhe një stërvitje goxha profesionale edhe si individ, pra edhe vetëm. Kjo është e vërtet. Në shoqatën Maraton Albania asistojnë shumë atlet ultramaratonomak, njerëz që kanë bërë maratonat plota dhe pa diskutim gjysmë maratona dhe mini maratona kemi shumë antarë të tillë. Për të qenë korrekt me veten time, por dhe me antarët e shoqatës, mund të jetë grupimi më i madh i ultramaratonomakëve shqiptar. Sa është numri i pjesëtarëve që marrin pjesë në shoqatën tuaj? Në shoqatën tonë ka rreth 50 antarësuaj që janë antarë zyrtar të shoqatës, po ka dhe shumë dashamirës dhe miqtanë të cilët vinë në për aktivitetet tona dhe jemi bashkë kudo që shkojmë. Cila është kjo stërvitje individuale që bëni çdo ditë? Për një të vërtetës varet nga garat ku ti ke planifikuar të marrësh pjesë. Po. Në qoftë se ti do të marrësh pjesë në një garë të mini maraton, gjysmë maraton, një full maraton 42 km, qoftë dhe pasaj në mbi këto gara që kalojnë në ultramaratona, programet ndryshojnë sipas dhe kohës që ti duhet të jesh i kënaqur për kohën që do në garë, do ta përshtatësh me stërvitjen që bën. Me sa diun ju kodrat e Saukut i bëni çdo ditë. Është një stërvitje e përditshme, rutinë. Për ne kodrat e Saukut janë pista më e bukur për të stërvitur për vrapimet malore. Dhe pa diskutim jemi të përditshëm në këto kodra, ku dhe ne zhvillojmë garën tonë që është patente e Maraton Albanias, garën e ditës së dëshmorëve të Addheut që kalon pikërisht në këto kodra çdo 5 maj që bëhet në nder të dëshmorëve të Addheut. Leonard, të falenderoj shumë për këtë intervistë. Unë ju falenderoj dhe gjej momentin t'ju falenderoj përzemërsisht për dritarin që i keni krijuar shoqatës Maraton Albania në një prezantim të thjesht, modest, por plot pasion dhe dashuri për sportin.